Luiz Eili bëri hapjen e puntatës së parë të Big Brother VIP Fan Club me një monolog dedikuar bashkëshortes dhe moderatores së këtij programi, Kiara Titos. Ai u shpreh për Kiarën me fjalët më të mira, duke nxjerrë dhe anën e tij protektive. Ajo është një vajzë, një gru tashmë, që nuk është dhe s'ka me kënë kur vetëm, se më ka mund kra. Janë mundu me elon hije, po hija nuk e mullon dritën. Megjithatë, për Anajt Kalotin, ndërhyrja e Luizit ishte e tepërt. Në reagimin e tij në rrjetet sociale, Anajti u shpreh se monologu i Luizit ishte dramatik dhe se kërkonte vëmendje kot, pasi Kiara është ndër moderatorët më të vlerësuara në Top Channel. Reagimi i Anajtit nuk kaloi pa u komentuar edhe nga vet Luizi, i cili zgjodhi të shprehë pikërisht kështu për Anajtin dhe ndër të tjera tha se do t'i kërkonte sërish falje kur ata të ishin përballë. Në këtë debat, kush mendoni se ka të drejtë, Anajti apo Luizi? Komentoni më poshtë.